Edi Rama me vasalt e tij të parlament bën gjithçka që ta nxjerr parlamentin jashtë kohe, që t'i imponoj parlamentit një agjendë e cila s'ka asgjë të përbashkët me interesat tuaja. Sot dy janë çështjet më themelore që interesojnë qytetarët shqiptar. Nafta dhe integrimi europian. Integrimin europian ju e mbyllët, dërgoni poshtë përpjet të deleguar diskretur, të cilët jo që nuk ju zgjidhin ju punë, po përkundrazi neverisin të gjithë ata që i takojnë. E bazoni në telefonata hektike të një njeriu që uroj që të mos i marrë ma në telefon, që i kap dhe nuk i lëshon në telefon. Por kjo nuk është procesi i integrimit. Procesi i integrimit është për momentin heqja me njëherë e imunitetit të Lubi Ballukut dhe dërgimi saj atje ku kërkon spaku. Është paraqitja para skapit e Linda Ramës, arkitektës së vërtet të kopshtit privat të Edi Ramës. Ju mund gjeni prokuror që fshet dokumentat dhe përjashton Lindën. Po, por problemi është se dosja është në gjithë Europë. Dosja Akshi dhe Lubis janë dosje europiane dhe botërore. Ju mund të hiqni këtë doli të vini cilin doni, po dosjet janë aty. Ju e murë të vesh. Çfarë deklaroi komisioneri atje? Përgëzoj Malnezi që filloi hartimin e traktatit dhe vazhdoi me një frazë pa cituar Shqipërinë. Lufta kundër korrupsionit dhe shteti ligjor, vetë kuptoi Shqipëria. Mbetën themelet të këtij procesi. Ndaj dhe nuk ke dormen, por të paktën ne u themi shqiptarëve se parlamenti është jashtë problematikës tuaj. Po nafta, 150 lek shitet në Maqedoni, sepse Maqedonia mori masa të tjera pas rritjes së çmimit. Dhe kjo shitet për të gjithë qytetarët, për fermerët shitet shumë në lirë. Përfundoni ju lutem. E keni shtruar në një ndërshkim për shqiptarët. A mundet parlamentit ka përcej këtë çështje? Mos harroni një gjë, se qëllimet që mbajnë u bëjnë fajtor. Jeni krim në vazhdim, jeni krim në bashkëpunim. Po, ju garantoj unë ju, sepse nesër Edi Rama paditet si mashtrues publik. Faleminderit zoti Berisha, ka mbaruar koha. Zoti Berisha ka mbaruar koha dhe ju lutem respektoni procedurën. Kjo nuk ishte fjalë për procedurë. Zoti Berisha, ju lutem, ka mbaruar koha. Ju lutem, na lejoni të vijojmë seancën. Ja, po. Më tepër se sa me lejon të koha. Zoti Sajmir Koreshi, procedurë ju lutem. Për gjithë jetë... Ju lutem, zoti Berisha. Zoti Berisha, respektoni kolegët e tjerë që kanë fjalën.
Fjala është për zotin Sajmir Koreshi. I nderuar zoti kryetar, me nder jush kam bërë dhe unë një kërkesë për interpelancë me shoqe ministre punëve të shtetit. Tani janë kategorizuar këtu deputetët, ne fshatarëve nuk na vjen radha. Kujtohet para 90-s, në ato vitet e qoftë largut, kur marra radhën për vajguri, sa që vinte mua radha s'kishte vajguri marronte. Edhe kjo pjesë e interpelancës po të njëjtën nivel jemi. Para një nuk po e pyes për shtetin tim, se si tha ministrja nuk pi milaçe. Problemi është që në Lushe nuk pret situata se kur të rregullohet dhe kur të ta ketë Terezin ministrja. Ajo ka një ca batuta të bukura dhe thotë në fund vitit, po deri në fund vitit nuk premton situata për spitalin e Lushnjës. Kështu që merrni masa sekretari i kuvendit se kam një 2 muaj që kam bërë kërkesë për interpelancë. Faleminderit. Faleminderit. Nëse hitni në sy kalendarit, do të shikoni që interpelancat janë programuar në kalendarin që sapo miratuam. Zoti Balla, për procedurë. Zoti kryetar, koleg deputet, në Kuvendin e Shqipërisë ka mbërritur raporti vjetor i qeverisë lidhur me ecurinë e procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, bashkuar këtu dhe raporti i 3 muajve të parë të vitit 2026. Ajo që duhet t'ua themi me shumë krenari shqiptarëve, nuk është shpresa apo mallkimet e atyre që për ditë mundohen thonë që negociatat kanë ngecur, që Shqipëria është bllokuar, është fakt nga Komisioni Evropian, nga Parlamenti Evropian dhe nga Këshilli Evropian, nga të 3 institucionet evropiane, se Shqipëria sot ka përmbushur të gjitha detyrimet që vinë nga procesi i antarësimit të Shqipërisë son të përbashkët në Bashkimin Evropian, të gjitha piketat e ndërmjetme, detyrimet që kishte Shqipëria sipas raportit Komisionit Evropian janë përmbushur. Ka një procedurë që të gjithë e dimë, e cila nga Komisioni kalon tek Këshilli, nga Këshilli te vendet anëtare, dhe një gjë është e sigurt që brenda fundit të majit apo fillimit të qershorit, sikurse u komunikua dje nga komisionera Kos dhe dje nga zëvendës presidentja dhe komisionerja e lartë Kaja Kallas, se pritshmëria e Shqipërisë për të përmbyllur procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 është shumë realiste. Madje po citoj këtu komisionerën Kallas, e cila tha që Shqipëria bashkë me Malin e Zi duhet të bëhen gati për të marrë pjesë në zgjedhjet europiane të vitit 2029. Ky është fakt. Sa i përket gjithë këtyre emaileve që the, habereve që the, ne e dim fare mirë ajo që bën ju. Dhe misisht hiqni dorë nga gjithë kjo balt që hidhni kundër Shqipërisë. Nuk e keni Shqipërinë vend armik, po jeni pjesë e pazëvendësueshme e demokracisë së vendit tonë. Ne nuk ju zgjedhim dot ju, as ju nuk na zgjidhni dot ne. Por është momenti i duhur historik që të punojmë gjithë së bashku për ta çuar këtë aspirat historike të shqiptarëve pas 35 vjetësh punë të përbashkët. Keni Përfundoni, lutem. Në shumicë, por nuk ju bën nder as pak që të shani nga mëngjesi në darkë Shqipërinë. Ejani dhe
lexojeni me vëmendje raportin që do të miratoj Parlamenti Evropian në AFET në datë 5 maj, ku ju bën ju një thirrje për të bërë pjesë e të gjitha proceseve. Ne kemi gatishmërinë, punoj me ju për gjithçka. Por edhe ju do të merrni përgjegjësitë që ju takojnë. Faleminderit zoti kryetar. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Klevis Balliu, edhe njëri ju kujtoj t'i përmbajeni procedurës. Që kryeministri sot ishte këtu, pasi është i vetmi kryeministër në botë i kapur në flagrancë në mashtrim, kur vetë ka deklaruar se drejtoresha e Akshit është një njeri që s'ka as shtëpi, as makinë, aq keq ishte puna sa disa socialistë filluan të hapnin një faqe GoFundMe për Mirlinda Karçanaj. Tani Mirlinda Karçanaj na del me apartamente në zona ku shkon 5.000 euro metri katror.